por duhet të jemi prapë të kthjellët, të shikojmë me vëmendje çfarë ngjarjesh po ndodhin në Maqedoninë e Veriut. Maqedonia e Veriut këto 2-3 muaj ka blokadë ekonomike ku duhet kthejmë borxhe rreth 3 miliardë. Ditën e shtunë vjen presidenti i Serbisë, Vučić, dhe kjo qeveri është pro-serbe, nuk është pro-europiane. Vjen edhe në Kumanov. Tani ç'në Kumanov ai? Vjen në Kumanov aty ku shqiptarët për të janë shumica atje, bëhen provokime gjithmonë me britma, shqiptar i vdekur, shqiptar ashu, dhe ajo që është dhe më tragjike para 2-3 ditësh apo dje kam dalë në media që në zyrën e presidencës ka rrjedhë informacioni nga siguria kombëtare shtetërore, ka rrjedhë informacioni nga dokumentat speciale të NATO, sepse Maqedonia është në NATO, dhe rrjedha e këtyre informacioneve është në drejtim të Serbisë dhe Rusisë, ndoshta edhe Kinës, nuk e di këtë në bazë të medjave, dhe i gjithë kabineti i presidencës gjendet në parahetim. Pra ka fillu parahetimi për punojësit, domethënë për shefin e sigurimit presidencës, për sigurimin e presidencës, për bashkëpunëtorë, për këshilltarët, sepse ka rrjedhje informacione dhe kjo është një gjë e rrezikshme për Maqedoninë e Veriut, një shtet i vogël, që të akuzohet që ka rrjedhje informacioni. Dhe ndoshta gjithë këto ngjarje përmlidhen që të ketë një heshtje, dhe kush janë kurbanët? Shqiptarët. Shqiptarët gjithmonë kanë qenë kurban. Shqiptarët po bëjnë kurban me ngjarjet e tilla, rrafje, nënçmime, vrasje natën, vrasje ditën, edhe heshtet kjo gjëja tjetër e tragjedisë ekonomisë në Maqedoninë e Veriut, vizita e Vučićit heshtet edhe kjo tjetër rrjedhja e informacioneve. E Vučićit doja t'ju pyesja edhe diçka, ka një skenar përse po vjen ai aty, se siç e thati edhe pak më lart, mund shkonte diku tjetër, po jo në Kumanov. Përse e ka zgjedhur atë përveç provokimit ndoshta tensioneve? Gjithmonë Kumanova dhe mos harroni nënshkrimi i NATO-s me Serbinë e Miloševićit është bërë në Kumanov. Gjithmonë Kumanova është një kyçe rrugësh e lidhjes së ëndrrës greko-serbe apo slave me botën slave dhe Greqia, që Athinë në Serbi kalon në Kumanov dhe dalën andej. Gjithmonë shqiptarët kanë qenë si pengesë si popull, jo se janë bërë pengesë shqiptar. Tregtia vazhdon, rrugët e trenit janë. Vjen atje duke patur që atje ka më shumë, si të themi, pro-serb ajo Kumanova, ato qytetarë e Republikës Maqedonisë Veriut. Maqedonasit janë pro-serb, por një president normal që dhe Vučić apo qoftë dhe një president vendi tjetër mund vinë në Shkup, bën vizitat e tyre, takimet kortezie që quhen me presidentin e Maqedonisë, me kryeministrin, me kabinetin qeveritar, lidh ato marrëveshje. Zakonisht këto gjëra është njohur Shkupi dhe Ohri. Po ta shikojmë, Ohri ka pritur gjithmonë dhe Shkupi. Ohri një qytet turistik në liçenin me bukuritë e saj, me kishën e Shënaumit. Tash e kanë spostuar në Kumanov. Do shohim çfarë do ndodhi, duke patur parasysh që në Kumanov është ndodhur dhe ajo tragjedia atëre e përplasjeve me grupet shqiptare, edhe me policinë e Maqedonisë që kemi vrasje atëre 10-15, edhe Burgosi, po apo në Kumanov ka ndodhur dhe kjo tragjedia para disa vite. Do shtohim, unë uroj që mos ketë gjëra të tilla, sepse asnjë prind nuk e ka fëmijën e tepër, asnjë kom nuk duhet të derdhë gjak. Në ditët e sotme, në shekullin 21, të teknologjisë artificiale, të informatikës e tjere, sepse bota është e vogël, ka vend për të gjithë, jeta është e shkurtër, vetëm paqe duhet kenë njerëzit, qoftë shqiptarët, qoftë serbët, qoftë grekët, qoftë gjithë bota, qoftë turqit, njerëzit duhet të ndërtojnë paqen, jo të ndërtojnë luftrat. Zoti Valla, po nuk